Secilët nga të sëmurët kronik do të kthehen në punë do të varet nga specialistët që ndjekin gjendjen shëndetësore të të sëmurëve dhe Komisioni për Sëmundje Ngjitëse nuk e përcakton këtë. Nëse pacienti ka probleme me mushkrit, se a duhet të kthehet ai në punë, do të vendos pulmologu dhe jo Komisioni për Sëmundje Ngjitëse. Komisioni ka propozuar rikthim në punë të këtyre personave sepse ka pasur mungesë të kuadrit. Vetëm në Qerdhe, siç bën të ditur drejtori i Qendrës për Shëndet Publik në Shkup, Aleksandr Stojanov, kanë munguar 263 persona, por ka edhe arsye tjetër. За нас, како епидемиолози, како здравствени работници, најлесно да се справиме со кризата е сите да седат дома. Ама не седат. Овде имаме многу случаи што луѓето све правеа, само не идеа на работа. Иначе idea i na godishni odmori, idea i po kafani, po restorani. Rikthimi i të sëmurëve kronik, hapja e shkollave dhe qerdheve, a do të thotë se shteti po hapet ndaj COVID-19, se shkojmë drejt të normalitetit apo se virusi po dobësohet, Stojanov me përgjigje. Кај нас имаме тенденција на намалување, тоа е факт. Ма не е толку доволно за да бидеме тотално отпуштени. Сега како ќе се движи понатака ќе видиме. Факт е дека во болниците имаме помалку приеми, тоа значи потешки случаи се помалку се јавуваат, ама од друга страна починати се уште имаме. Thotë se ajo çfarë po dallon nga periudhat paraprake është se tash më shumë sëmurën të rinjt, kjo siç thotë për shkak se ata janë më aktiv. Thotë se shkon drejt të mirës, por jo ashtu siç do të donim, sepse nuk pati rritje të rasteve dhe pse njerëzit nuk i ndalen pushimet. Stojanov këtë e bazon në atë se njerëzit ishin jashtë Shkupit. Пример вие Делчево. Делчево немаше ни еден случај, сега има по глава на становник највеќи број случаи во Македонија. Затоа што не ги почитуваа воопшто мерките. Се отпуштија луѓето. Значи, добрата страна беше летово што беа надвор луѓето. Не се во затворени простори. Сега на есен доаѓа зима, lujето ќе бидат внатре. Nuk tregon me vendosmëri se nëse do të kemi valë të re në vjesht, pasi siç thotë kjo varet se sa qytetarët do t'i respektojnë masat. Prandaj rekomandon që njerëzit edhe më tej të mbajnë maska, të ruajnë distancën dhe të dezinfektojnë duart shpesh, pasi siç alarmon, një armik shtesë i tërë kësaj situate do të jetë edhe gripi sezonal.